feste, gjithë fëmijët e lagjes, po këtu është fest nxjerrja e rakisë? Po, me të filluar nxjerrja, neve mblidhemi si vllazëri, si komshin këtu që jemi, dhe bëjmë një koktejl të tillë. Fest është me thënë drejtën se prodhim që na ushqen na mban. Ju e konsideroni tani më punë, le të themi, është ky në zanat. Cilat janë disa nga vështirësitë që ka zanati i zirjes së rakisë? Kushtet janë të vështira, sepse këtu është transporti i vështirë, shtëpitë janë të vjetra, rrugët ja kanë qenë të këqija, do krijosh kushtet, sjellësh drut, ujin, ka vështirësi fshati. Tani thjesht po na është rregulluar rruga një çik më ndryshe, me ndërhyrjen e bashkisë, edhe i falenderojmë ata që ndërhyjnë. Por kushtet vështira ka fshati, me thënë drejtën, me punë dhe me dijes fitojmë gjithçka. Kur e keni nisur ju mbjedhjen e rrushit? A keni rrush shumë vjeçar apo si funksionon? Po, këtu ka qenë rrushi shumë vjeçar. Vreshtat tu kanë filluar qenë 2002. Kemi filluar me vreshtat. Kemi rreth 7 vresht, me ato merremi. Unë dhe gruaja dhe fëmijët, po fëmijët janë larguar prej sa tyre. Çfarë varietetesh rushi prodhoni? Po, kemi rushin Merlot, Tepra Milo dhe Kapernet. Dhe rushin e vendit, që ka qenë për lisa. Si ka qenë pjesa e rushit në lisa? Duket pak e çuditshme nga ajo që ne kemi parë. Po, në pemë të larta deri në 3-4 metra. Është prodhim vetëm i Zabërzanit apo? Prodhim i Zabërzanit dhe kësaj luginës deri në Çorovot, shpërmban lugina e Osumit. Rritet vetëm në këtë zonë? Po, vetëm në këtë zonë rritet rushi dhe këtu është vendi që rushi piqet në kushtet më të mira. Që jep dhe rendimentin më të mirë. Një kujtar rush shkon deri në 25 litra raki. Dhe prandaj kanë ngelur dhe rakia Zabërzançe dhe dollia Zabërzançe. Me që ju më dollët tek dollia Zabërzançe, si është një dolli Zabërzançe? Dollia Zabërzançe është kështu, nëse ne ishim plot këtu, 7-8 veta, 10 veta, godën e parë e merr i zoti shtëpisë. Dhe nuk të gjen ty, po gjen një nga komshinët e mi, një nga të afërmit e mi, dhe merr dhe uron, gëzuar. Të godë do ta pim për miq që na kanë ardhur. Për mikun e dytë, për mikun e tretë, e me radhë, po në këtë kohë të gjithë heshtin. Kur e ngrem godën që e ngreu unë, ta pim shëndetin e kësaj, të gjithë pinë dhe mbajnë vesh. Pastaj mbaron dollia ime, fillon dollia e miku. Dhe miku të njëjtën gjë bën. Gjen një prap, o na krau vet, ose edhe na krau jon. Dhe kjo është dollia dyshe. Të tjerët nuk në kohën që e ngreu unë, të tjerët nuk e ngren godën. Kur them u gëzuar ta pim për shëndet, atëherë ngren gjithë dhe të urojmë shëndet. Kjo është dollia dyshe. Është e veçantë nga fshatrat e tjera. Në shumicën që dëgjojmë është që rakia përdoret, le të themi, për të dehur, për të argëtuar. Po për ju çfarë përfaqëson rakia? Edhe dollia bashkë. Më shumë për argëtim. Jo për deje, po rakia duke pirë dhe të den. Dhe të den. Po ne kemi më shumë për mikpritje, për respekt, pastaj rakia bën dhe të vetën. Në shumë zona të Shqipërisë, rakia përdoret për dasma, për mikpritje, por edhe në vaki. Po këtu në fshatin tuaj si funksionon? Si e prezantoni ju rakin? Rakin direkt me të ardhë miku, rakia lëshohet e para këtu. Rakia këto të tjerat janë kur ulesh kështu, për qef. Rakia jepet goda e parë, për qirase jepet goda e rakis. Dhe kur vjen, godën e parë e merr ti. Jo unë. Ti merë, thoj, mi se u gjeta. Unë të e murdro, mi se merë dhe. Dollia Zabërzançe prej sa kohësh daton? Nuk mbahet mend. Lasht. Emri jonë mund të ketë shkuar dhe diku larg, shteteve të huaja. Në Maqedoni, për shembull, kemi dëgjuar që pinë dolli Zabërzançe. Nga këta emigrantët kemi dëgjuar që e përdorin. Po, se edhe rakia e Zabërzanit ka shkuar deri në Europë. Po. Fushërinë tanë e çojnë dhe në Amerikë. Ka një kantinë vere në Çorovot e çojnë dhe në Amerikë. Për ta shijuar këtë raki që ne kemi në tavolinë, ka edhe shumë mundë dhe vështirësitë që ju përmendët. Patjetër. Po për familjen tuaj, cilat janë disa nga vështirësitë? Duke marrë parasysh edhe nevojat e Po në radh parë mosha që edhe po na lë, po vëmë na 60 vjeç. Fëmijët janë larguar se na ndihmonin kur ishin këtu.
Tani mundohemi me këto sakrifica t'i përballojmë. Po bashkëtestoja keni mësuar dollin? Po, i di dhe më mirë nga mua. Ja na i dëshmoni njerëz si e bëni ju dollin në familjen tuaj. Po, unë e marrë dhe them gëzuar. Gotën e Faleminderit parë, mirë se erdha. ja, gotën e parë e kemi përmiq. Shëndetet mira. Shëndete të mira. U pacim, Shëndet. Zënë e miru të qofshim, punë të mbarë, u pacim. suksese në jetë. Ju jetori vetëm me bashkëshorten tuaj në shtëpi? Po, Ku i keni zonjë fëmijët? Unë kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe një çun. Vajzën e madhe dhe çunin e kam në Belgjik, me familje. Vajzën tjetër e kam në Tiranë, përsëri me familje, të martuar. Të gjithë i keni të vendosur, po tani ju nuk keni menduar që të largoheni nga fshati Zabërzan? Po, ne jo. nuk për momentin jo. E ardhmja nuk i diet. Çdo gjë ja lëm kohës. Si është një ditë në fshatin Zabërzan për ju? Unë punoj me kënaqësi.